Sepse ha e shpallën islamin fe të terrorizmit, ha e shpallën islamin fe të paqës, unë jam musliman dhe s'lëkundi për parimet mia. Dhe jam i vendosur dhe i bindur se i takoj një feje cila paqësore. Në qoftë se ju e shënoni datën 1979-shën, vendimin e juve për paqe botërore, kam rastin sot këtu, t'ja tham juve para 1400 vjetë, thirrën që Islami ja ka bën njerëzve për paqe. Allahu than Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffatan. O ju njerëz, hyni në paqe sbashku që jeni pa dallim gjuhën dhe kombin. Ky ajet ka zbrit para 1400 vite. Ky ajet, ky apel për të jetuar në paqe dhe për të bashkëpunuar në paqe ka zbrit para 1400 vite. Kjo është Islami jonë. Kjo është feja jonë, të nderuar vëllezër. Dhe ne duhet të jemi krenar, duhet të jemi ata të cilët e promovojmë paqen dhe kontribojmë për paqe dhe i ndihmojmë të tjerëve që të jetojnë në paqe dhe pengojmë kando që dëshiron me destabilizu, qoftë një grup të vogël popujsh apo popujt në përgjithësi. Pra kjo është feja e Islamit, të nderuar vëllezër. Që fjala Islam edhe fjala selam është për emrin e Allahut xhelle xhelalu. Selam është paqë. Allahu e ka thujt vetveten e vet paqë. E si është e mundshme Allahu me i thonë vetvetes unë jam paqë e me pruni feje e cila është e dhunshme? S'përputhen të dy gjana. Logjika si akcepton. Në qoftë se Allahu është paqë dhe prej tij ka bërë Islami, Islami është paqë për mbar njerëzimin. Dhe kjo është dëshmuar, të nderuar vëllezër, por herë të parë në histori, momenti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngrit shtetin modern në Medinë dhe shpall pavarësinë atij shtetit në atë kohë dhe të gjithë njerëzit që janë brenda atje i amniston me një deklaratë të përgjithshme, thotë se deri sot kush ka bë keq apo mirë prej Muhamedit dhe Islamit jeni të pastër. Pra hyrin e paqe jetojmë bashkë, të harrojmë kaluarën tonë dhe të bashkëpunojmë për paqe dhe të vazhdojmë jetën. Sot të nderuar vëllezër, dëshiroj me thonë se paqja nuk është deklaratë që shtruan njeriu. Paqja nuk është kaq e lehtë që mendon njeriu me formulu një fjali dhe me thani bëj apel botës për paqe. Është më e thellë se sa një fjalë goje. Është më e rëndësishme se sa një letër. Dhe është shumë më e rëndësishme se sa një deklaratë që thotë kush don sipërfaqe të tokës për liderët botëror. Paqja është esenca e njerëzimit. Dhe se këtu Zoti i Madhërisht ka garantuar në Kur'an që thotë do t'i lanë njerëzit për një afat të caktuar, le tentojnë me prish paqen, por kur vjen dëshkimi i Allahut, thotë i ndali me dëshkim të rrept. Nuk lejon Allahu xhelle xhelalu që të zhdukën njerëzit për shkak të interesa politike dhe të dëmtohet interesi përgjithshëm i njerëzimit, sepse fundit ne jemi njerëz edhe në qoftë se dallojmë në racë apo ngjyrë.